Katër krijesa i ka kriju Allah me dorën e vetë. Tjerat janë kriju me fjalën kun feyekun, bëhu dhe janë ba. Kurse katër tjera janë kriju me dorën e Allahut xhel xhelalu. Njeriu është kriju pe dorës Allahut xhel xhelalu. Allahu ka punu në këtë njeriu. Kanë transmetime ndryshme se melekët kur kanë kriju njeriu në 5 etapa po flasmi, është e mbeti. Edhe kanë kriju deri te qafa këtu dhe kanë lënë në tokë. Kanë mbet trup pa shpirt, pa krye. Dhe që ka ardhur Kur'an pe fjalës salsal, ka hyrë shejtani në trupin e njeriut dhe i ka mshu barkit njeriut të zbraz dhe i ka bë tingull. Çka fjala salsal Kur'an. Po flet për etapën e tretë krimit, te mbeti. Pastaj Zoti i Madhërisht e mur përsipër mja kriju njeriu fytyrën. Mja kriju njeriu pamjen që e ka. Mja kriju njeriu mendjen. E pastaj shkencëtar thanë se veç fije nervore sa ka truni sa 4 herë madhësia tokës. Kush kish mujt me ta dizajnu një trun që s'peshon ma shumë se 500 gram, e ti mi pas fije nervore sa këtë bota, përveç ati s'ka kriju. Kush kish mujt e banta? Për ata të ndëruar vëllezër, Allahu tha në Kur'an fije në